Na jem në fund një viti, 2025, dhe po presim me u fut 2026. Në fillim, këtë koha u konë njëjtë, sepse problemi maj madh i njeriut në histori është me definu qka është koha. Shau me të pyet dikush, qka për ty koha? Ti thu, po koha është qysh koha? Koha paradita o kjo lëvizja planeteve. Kjo është kohë. Toka sillet rreth vetit, edhe sillet rreth diellit. Kjo është proces për që e ka folë Zoti, kjo sillet. Ku e ke nxirr ti konceptin e kohës? Koha është një farë koncepti kogja filozofik, edhe nuk është i ka bot të lasht, jo neve njerëzve të rëndëmt, i ka bot të lasht filozof më të mëdhenj në botë, sepse kur janë ardhur me bon një definicion çka koha, janë rënë derd, janë rënë hall. Në lëvizjen e këtyre planeteve, që toka sillet mbrana 24 orëve dhe na përjetojmë natën edhe ditën kur ajo sillet rreth vetit, dhe i përjetojmë stint edhe vitin kur ajo sillet ja jep një xhiro rreth diellit. Tash, në çdo dy procese na dalëm me konceptin ton për kohën. Njeriu e ka mësu Zoti nëpërmjet profetëve me bo kalendarin, me i do sekundat, minutat, orët, javët, mujt, vitet, shekujt, miliumin e kështu me radhë. Këto i ka bot dore njeriut për me kuptu ma mirë ose për me shfrytzu ma mirë kohën. Për e ka bo njeriu kalendarin me qëllim që me nda kohën edhe me shfrytzu sa ma shumë, tani njeriu ka fillu me besu që si të nërën kalendarin nërën edhe gjendja. Nuk nërën gjendja. Dhe me thonë, vetëm njeriu është i fuqishëm me ndru gjendin. Kalendari nuk e ndron gjendin. Kështu që me bona me besu që 1 janar 2026 ka me ndru bota diçka, është shumë gabim, se është një njëjti rrotullim, është njëjta planete, ka mu boj njëjti rotacion i tokës rreth vetes dhe rreth diellit. Kështu që se me thonë, na duhet me, patjetër që duhet me pranu kalendarin, edhe duhet me, s'ka asnjë problem me uru vitin e ri, por me bo me besu që ka me konë ma ndryshe vitiri, veç pëse është 2026, sigurisht që është mendje lehtësi, ka me konë ndryshe, nëse na dojna me konë ndryshe, nëse na i ndrojna qasjet tona, nëse na dojna me punu ma shumë, nëse na dojna me konë korrekt, nëse na dojna me qenë ma të vëmendshëm, nëse ne dojnë me qenë ma të përpikt, kështu i bie që mund me ndru 26-ja. Veç pëse ndrohet kalendari, sigurisht që nuk ndrën asnjë gjë në ecurinë e botës, faktikisht. Botën, domethënë, e ndryshon vendosmërinë